është një njeri shumë i aftë në Shqipëri, i cili i ndërton për 3 orë dhëmbët duke i punuar kështu si vepra arti me dorë, domethënë nuk prodhon në laborator në mënyrë laboratorike ato që quhen faceta, laminates. Yes. Por i realizon duke i punuar kështu si duke i qëndisur dhëmbët me një metodë shumë speciale. Atëre, teknika e Hollywood Smile në 3 orë është një arritje e një maksimizimi të buzëqeshjes në detaj, e lidhur me formën, pozicionin, ngjyrën e dhëmbëve, pa i gërryer ata duke i vendosur një material estetik i cili krijon një faqe të re të dukshme të dhëmbit dhe lidhet kimikisht me dhëmbin, pa e gërryer ata, okay? Është një buzëqeshje që të rregullon dhëmb të vegjël, të verdh, të keq pozicionuar të shtrëmët, por ti je tërësisht pa dhimbje dhe brenda ditës je shndruar në versionin më të bukur të buzëqeshjes që ti ke ndruar prej vitesh. Kjo është një gjë që ka sjell shumë sukses, sepse estetik dentare, por edhe pa dëmtime, në Ballkan nuk para e bëjnë dhe nuk para e realizojnë shumë mirë. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.